të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Edhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm vazhdojmë të bisedojmë, të diskutojmë në lidhje me disa sëmundje shpirtërore, disa vese të këqija, të cilat e shkatrojnë në radhë parë individin, pastaj familjen dhe shoqërinë në përgjithësi. Kemi thënë janë një 5 vese, sjellje negative të cilat rrënojnë jetën edhe individuale, edhe familjare, edhe shoqërore. Dhe prej tyre 5-ve kemi thënë, prej smundjeve më të rënda që mund me posedu njeriu në aspektin shpirtëror është me pas xhelozi. Sepse xhelozia ka qenë defekti i parë që ka çu njeriu në mendje madhësi dhe pastaj përplas në anale të jetës këtë botë dhe në botën e përjetshme. E dyta vëllezër prej cilësive negative është urrëtia, që do të flasim sot, sepse sot do kemi temën për urrëtien. Pastaj prej cilësive negative që mund me shkatru shoqërinë është shpresa e kotë. Njeriu me bë gjëra të gabuara dhe me shpresu se gjen mirë. Këtë temë kemi xhuman arshme. Prej gjanave që e shkatrojnë shoqërinë është jo meritokracia, me provu njeriu me arrit diçka që s'është e tij, si takon. Dhe e fundit prej gjërave që po e shkatron shoqërinë sot është dembelliku, me jetu në korriz të dikujt tjetër. Kthehemi te tema për cilën do të flasim sot, sepse në xhuman e kaluar kemi biseduar për smundjen e parë, për xhelozinë. Dhe sot do të flasim diçka në lidhje me urrëtien. Vëllezër të ndershëm, nuk ka dyshim se njeriu është krijesë e ndershme e Zotit të Madhërisëm. Është krijesë që Zoti ka kriju për misione të mëdha njeriu. E ka bërë me këmbës në tokë. Mirë po shpesh herë ky njeri rrshet në anale të jetës, formohet gabimisht, hyn në trajektore të gabuar të jetës dhe krijon pasojë të mëdha për veten, për familjen dhe për shoqërinë. Ka disa sëmundje të cilat janë të mshefta, por që reflektojnë në aspektin e veprimit. Për shembull, vëllezër, me pa një njeri që ka ndonjë smundje fizike në kohët, kallaj është me kuptu se pi dhem dikun. Ose ka dhe me smundje tjetër, por është vështirë me identifiku njeriu që ka smundje shpirtërore. E ai i cili ka identifiku se njeriu mund të smundet shpirtërisht është Allahu xhallahu ala, sepse ai ka kriju, ai e din se çka mund me pas ky njeri për mbrana. Dhe Kurani i Kerimi çuditërisht flet për këtë smundje që quhet urrëtie. Flet Kurani i Kerimi në detaje dhe sharon profeti në hadithe të ndryshme se njeriu mund të goditet me një smundje shpirtërore që quhet urrëtie. Ai me një farforme e aktivizon pikën më të dobët që e ka njeriu, i bëhet model i jetës dhe i bëhet argument i jetës së tij. Urrëtia ndaj shumë gjërave që e rrethojnë jetën kësaj bote, por në theks të veçantë edhe ndaj të mirave që mund t'i posedon njeriu dhe në vet njeriu. Të ndershëm vëllezër, Zoti i Madhërisëm thon në Kur'an: "Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a." Me të vërtetë shejtani dëshiron me mbjell armiqësi dhe urrëtie mes njerëzve. Kjo është arma me cilën i arrin qëllimet shejtani mallkuar në betejë me jetën e njeriu. E dini se sa njeriu dështon këtë dunja për shkak të urrëties? E dini se sa familje shuhen, shkatrohen, prishen për shkak të urrëties? E dini se sa shoqëri nuk arrin dot me realizu qëllimet e jetës një nëse bote për shkak të rritjes së dozës së urrëties mes njëri tjetrit. Pra ai i cili posedon këtë cilësi, ai ka vendos me shkatru vizionin e jetës vet. Por si mjafton vetëm kjo,
por ai kalon pastaj në rreth të ngushtë familjar, pastaj gjan, pastaj në shoqëri e kështu me radhë. Vëllezër të ndershëm, urrejtja është një lloj timoni që e udhëheq njeriu drejt punëve të këqija. Është një lloj shtysi që e çon njeriu betejë pas beteje, por në kohë të gabune, derisa ta fundos jetën e tij. Dhe historia islame ka shumë argumente të shumta, të fillu prej profetëve, pastaj prej shokëve të profetëve e prej njerëzve të mirë dhe gjeneratave të ndryshme, se çka mund të bën urrejtja nëse njeriu e dhez këtë alarm në trupin e vet dhe pastaj bëhet argument për në jetën e kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porosit me një hadith dhe na thot: largohuni prej paragjykimit. Çfarë vëllezër sa bukur e ka përshkruar pejgamberi rrugën e cila të çon deri te urrejtja. Fillimisht thot pejgamberi, largohuni prej paragjykimit, sepse si të fillosh me ushqy mendjen, zemrën dhe ndërgjegjen tënde me paragjykim, të vish ka i me një trak që ka me përfundu në mënyrë më të keqe të mundshme. E ke përgadit aspektin psiqik, logjik dhe shpirtëror tanin me ushqy pastaj me gjana të cilat nuk i takojnë qenies njeri. Rasulullah e thot: iyakum wa dhann, ruhuni, distanconi prej paragjykimit. Sepse paragjykimi është gënjeshtra më e madhe që mund mja kriju njeriu vetes si version tjetës. Dhe pas kësaj na thot pejgamberi alayhis salam, njes mundjet që burojnë prej kësaj pike që quhet paragjykim. Thot Rasulullah: wala tahassasu, mos provo me ja kuptu të metat njerëzve. Mos provo me harxhu energji edhe me ja kuptu çfarë të meta ka njerëz. Vëllezër të ndershëm, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari i mirë është sikurse bleta. Keni pa bleta nuk e merr çdo lule. E gjan më të mirën të mundshme. Ani pse e merr nektarin e lules, ajo e zaventson me diçka tjetër, më të mirë se ajo. E zaventson me mjalt. Kurse thot pejgamberi sa njeri keq i përngjan mizës. A keni pa në herë që miza vrapon mas herave të mira? Rasulullah i thot: wala tahassasu, mos hulumtot metat njerëzve, se nuk është cilësi e besimtarit. Mos vrapo me ja kuptu njerëzët metat, se kjo nuk është cilësi e besimtarit. Kjo është cilësi, shembulli më të keq që e pejgamberi, sikurse shembulli i mizës dhe shembulli i bletës. Rasulullah i thotë: wala tahassasu, mos provo me hulumtu të metat njerëzve. Wallahi, kush hulumton me të metat të njerëzve në këtë dunjë, Allahu ka thonë Kur'an dhe ka thonë pejgamberi në hadith, Allahu do t'ja shpalos të këqijat nesër në ahiret para këtë njerëzve. Sot janë 7 miliard njerëz më ta ditit met, tanën i të keqe, tanën se temën, trishtuosh. Por nesër në ahiret janë bavakia qindra miliarda. Pse duhet m'ja shpalos të këqija dikujna? Çka të hyn punë dy gabimi tjetrit? Pse duhet me harxhu energji për diçka që s'tyn punë ty? Pra njeriu i mirë, besimtari i mirë, vrapon pas cilësive të mira dhe jo pas të këqija, sepse vëllezër të ndershëm, ai i cili e ka jetën e njeriu në mbikëqyrja e Zotit Madhreshëm, e shifni çysh na imbulon Allahu të metat tona? Çysh na fal, na mëshiron Zoti Madhreshëm? Cili prej neve të përfshi vetën, kish mi guxu me lëshu jetën tonë qoftë një javë me pa publike? Cili për neve kish guxu me pa këta? Asnjani. Se kemi të meta. A e di çfarë të meta kemi ne? Me nesa merë. Allahu në mbulon. Se një prej cilësive të emrave të Allahut është mbulues, ai i cili mbulon të metat e krijesave të tij. E sidomos ato që kërkojnë faljet e Zotit Madhreshëm. Pra e kundërta kësaj, njeriu provon
me i shpalu të metat. Dhe tjetra thot wala tajassasu. Tash kjo halama dhe thot mos provo me lut rolin e shkadonajt shpionit. Çka nuk kupton shpionit? Me marrë informacione për të keqen e njeriu dhe pastaj ti me bë argument dhe me fol për të. Kjo është ndaluar në Islam, ose si e keqe. Pastaj na thot Rasulullah wala tahasadu. Mos e urrani njëri tjetrin. Dhe në fund na thot wala tabaghadu. Dhe ju mos e xhelozoni, po edhe mos e urreni njëri tjetrin, sepse ai i cili ka këto cilësi e ka determinuar fatin e jetës vet. Në këtë botën e përjeshme dhe thot wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni njerëz rob të Zotit madhrishëm të drejtë dhe të sinqert, dhe mbuloni njëri tjetrin dhe mos e demaskoni, për shkak se kush demaskon dikan i vjen momenti demaskon veten nëse për Allahu xhallahu ala. Të ndershëm vëllezër, po jetojmë në kohën që urrejtja dhe xhelozia mes njerëzve është bë model i jetës. Po jetojmë në një kohë që njerëzit e kanë vesh petkun e urrejtjes. Dhe sikurse shkatrojnë gjithçka rreth tyre. Dhe pastaj shkatrojnë edhe mërtesë kaq. E ne jemi besimtarë. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se urrejtja e dekapitulon fatin e njeriu në këtë botën e përjetshme. Nuk mrin brigjet xhenetit ai cili ka urrejtje ndaj njerëzve. Nuk mrin në brigjet xhenetit ai cili ka xhelozi ndaj njerëzve. Nuk mrin në brigjet xhenetit ai cili hulumton të metat e njerëzve. Dhe s'ka mja pa hajrin jetës në këtë botë as në botën e përjetshme ai cili e harron veten e vet, e mirët me punë dhe mirët me jetën e tjetër. Vëllezër, secili komun e mjaftu jeta jonë. A e dini që në ditën e gjykimit Zoti i Madhërisht e ka rezervuar një moment ku secili ka më lexuar historinë e jetës vet. Në këtë dunjë shpesh lexojnë histori të ndryshme të njerëzve, të mirë dhe të këqij. A më harrojnë se nesër në ahiret Allahu xhallahu ala, për shkak se është i drejtë dhe gjykon me drejtësi, a e ka rezervuar një moment për njeriu i cili ka më lexuar historinë e jetës vet. Prej momenti kur ke lind dhe momentin në frymën e fundit se bote kime lexuar në historinë e jetës tonë. Dhe siç na ka shpjeguar Allahu në shumë vende në Kur'an, disa njerëz do të bëhen krenar me jetën e vet, sepse s'janë marrë me tjertë. E pastaj të tjerë që kanë harruar veten të u marrë me tjertë, i vjen momenti dhe dekapitulojnë fatin e jetës tyre. Ka thonë njëri prej selefës salih, njëri prej gjeneratës parë, thot nëse dëshiron me jetu si rob i devotshëm i Zotit Madhreshëm, thot distancohu prej urrejtjes ndaj njerëzve. Nëse don me shiju ëmbëlsinë e jetës, hiqe gacën e urrejtjes pe zemrës. Dhe do ta merr shpërblimin e Allahut në këtë dunjë, duke kuptuar jetën dhe shiju jetën, dhe do shpërblehesh në botën e përjetshme. A nëse e vesh petkun e urrejtjes dhe jeton me te, e ke fundos fatin e jetës tane, por ndoshta ke marrë qafë dhe dikën tjetër. Vëllezër të ndershëm, jeni dëshmitar të statistikave. Nivel botëror po flas, se si njerëzit janë të palumtur. Është interesant kjo punë. Mi pas tonë ai kuj para 300 vjetë, 500 vjetë. Kush e ban njerin të palumtur me pas intervistu, sepse s'ka pas janë ketime në atë kohë, s'ka pas. Të paktën shkenca s'o ka një uri. Po mi pas pyet popujt më herë mi thonë, çka e ban njerin të palumtur? Ato të shkretit në shidhon një përgjigje normale para të kohën e tyre. Kështu thonë varfria, sepse kanë jetuar me të varfër. Edhe kishin lënë fajin varfrisë, që ata s'u peshjojnë klasinë e jetës. Po ne jemi në shekullin 21 vëllezër. Kush po na ban palumtur neve? Sigurisht varfria jo. Nuk është më faktori i mungesës të pasurisë që neve po na ban palumtur. Ama ka diçka tjetër. Edhe pse shkenca është larg
argumentimit të në çështje, po i përmend Kurani. E di kush na ban të palumtur? Smundjet shpirtërore. Këto të cilat i mbjellin në zemër, e ato na dirigjojnë veprat tona. Një prej tyre është urrejtja. Nëse ti ose unë i urrejmë njerëzit për shkak të mirave që i kanë, për shkak dijes që kanë, për shkak mirësive që Allah e ka dhënë. E di çka bëjmë ne? Ne mbyllmi rrugë të zemrës për me shiu lumturinë. Edhe të bëhemi të palumtur. Për këtë arsye nuk jemi të kënaqur. Kur më shumë njerëzimi s'ka pasur në kohën tonë. Kur? Kush ka lexuar histori e di këtë punë? Kur? Po jemi këtu vëllezër që populli jon aman men në kush në histori shqiptarëve që kemi pas më shumë se sot. Çfarë be vëllazni çfarë gjendje kemi ardhur. Po elhamdulillah që kemi. Më në mshel derën dikush më në avakat në për gjepa kejve, me tesha me zene. Minimumi 200 euro e përpjetin atë vesht. A 200 euro bëva kja këtë katuni si ka pas për a 200 vjetë. Po pse s'jemi të lumë të na? Kush po na pengon na me shiu jetën? E dini që kjo jetë, a që është e vlerëshme, sa që ko më të metë marak për 1 sekundë së jetë. Për 1 sekundë. Kur djenë të do hargju, ko më të metë marak pëse se këshiu. E pëse s'pëshiojmë jetën? Sepse kanë ndërhy mes neve dhe lumturisë cilësit që e kanë ataku shpirtin, e kanë lëndu shpirtin, edhe ne nuk fill me si njerëz. Gjelozia, urrejtja, smira, edhe pasaj jetojmë në subhanallah, çudit shumë. O veç du të me desh shpet ku në të keqës për trupit, edhe ti e shion jetën ato. Po s'po t'hin pun t'i puna uj. Çdo bi kiti për njerëzve që urren njerëz për shembull. Qysh është e mundshme me ul në sofër të shtëpisë tonë e me diskutu për punë të huaja, qysh po don me pas në mturinë në shtëpi. Në që më ul në familje, sepse në këtë kohën tonë vëllezëra për shef po na mungon gjithçka. Edhe fëmijët kanë filluar më bë të hujt për neve. Më që më bë antar familjes, më ul me familje, mi pa fëmijë të rritu, diskutu. Nëse kemi këtë mundësi, pse? Sepse në tavolinat e shtëpive tona do të me fol për njerëz të huaj. Edhe me ardh, edhe me shkatru, me bastardu gjithçka që është familjare, njerëzore është më radh. Pra smundjet shpirtërore janë të rënda vëllezër. Dhe një për atyre që po na shkatron neve është urrejtja mes njerëzve, nuk kem nevojë të urrejmë, asken kujt jep Allahu, jep secili ka me rrezikun e vet, por urrejtja nuk ka cilësi e muslimanit. Unë këtu po përfundoj për shkak se koha ka hyrë. Me vazhdu insha Allahu Teala në xhumën e ardhshme. Wassalamu alaikum.